mirë se vini në një tjetër episod të podcastit tim Larisa and Friends. Sot në fakt kam të ftuara dy personazhe që i duam shumë. Unë jam e bindur që të gjithë ju keni parë faqen e tyre në Instagram ose në rrjetet sociale, atje ku më së shumti ato janë të ekspozuara. Është një faqe në fakt që na ka bërë të qeshim, të qetësohemi, të mësojmë ndonjë recetë të lezetshme tipike korçare të gatimeve, edhe pse jo të mësojmë edhe ndonjë fjalë kinezisht. E di që do nështa ju intrigon shumë ky prezantim, prandaj më njëherë dua t'i them mirë se vjen Joyt dhe Mansit. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që pranuat. Në fakt, dhe që të jemi sinqert deri në fund, dua të them që kam insistuar shumë që t'ju kem në podcast, sepse në fakt ishte pak e vështirë. Kemi tentuar të komunikojmë disa herë në inbox në Instagram, edhe ka qenë e vështirë ky realizimi i takimit ton, por më në fund ja arritëm qëllimit. Kështu që gëzuar me këtë çajin e ngrohtë këtu tek kooperativa në pazarin e vjetër të Korçës. Gëzuar. Mirë se erdhët. Joy dhe Mansi, ju jeni dy shpirtra të bukur, nënë e vajzë, por në fakt jeni edhe shoqe. Sepse këta i shikojmë të përcjellë edhe nëpërmjet videove që ju shfaqni në Instagram, nëpërmjet reelsave që shohim atje. Joy ka të folurën e saj karakteristike korçare, ndërkohë që Mansi, vajza e saj, është ajo e cila duket se e mbështet plotësisht në videot e saj, me recetat e gatimit, si një vajzë e bindur tipike korçare, në fakt. Tani le të kthehemi pak pas në kohë, të themi, si ka lindur ideja për hapjen e faqes? Faqja është hapur që në 2020 me Covidin. Ishte një periudhë që edhe pse shumica nuk punonin, edhe shkollat ishin të mbyllura ose online, mua më duhej të punoja. Kështu që menjëherë sapo mbaroja punë, se për shkak se punoj nga shtëpia, sapo mbaroja punë, duhet t'i dedikoja Mansit kohë. Nuk dilim dot jashtë, nuk mund të bënim aktivitete jashtë, kështu që kështu nisi kjo me xhirime, me video, po në mënyrë shumë amatore, thjesht për të kaluar kohën. Në fakt, në kohën e Covidit, shumë talente të shehura janë spikatur. Edhe në fakt një mundësi shumë e mirë dhe një mënyrë shumë e këndshme për të kaluar ditën, sidomos në atë periudhë të vështirë që e kemi kaluar të gjithë. E mbani mend videot tuaj të parë, cila ka qenë videoja e parë që keni realizuar? Videoja e parë në këtë faqe, sepse përpara hidheshin te faqja ime, është një ku Mansi ka bërë një tart ose krostat me moll, edhe specifikon moll për Korçë, edhe pse ne nuk jetonim në Korçë. Edhe padash që djeket e dorën aty. Por si video eci shumë edhe kështu që ne vazhduam. Cili ishte momenti kur menduat që kjo që po bëjmë ne është një gjë shumë e këndshme, një gjë shumë e bukur që prek shumë njerëz, edhe ne duhet të përfshihemi edhe ta vazhdojmë seriozisht atë. Kush ka qenë momenti? Edhe pse faqja është hapur në 2020, momenti që mori këtë hovë ose që kishte kaq interes nga njerëzit ishte në qershor të këtij viti. Ishte hera e parë që unë kam vendosur një video ku është Mansi, normalisht sepse unë nuk kam qejf që të shfaqem shumë në video, por vendosëm që të ishte Zerin në sfond dhe me të folurin tipik korçar. Sa po e shehur ajo video, mesazhet ishin pafund, qoftë në komente, qoftë në DM, like, shpërndarje. Aty kuptuam që është diçka që njerëzit e kanë qejf, që relaksohen, heqin stresin, qeshin, edhe kështu vazhduam. Në fakt është shumë e vërtet kjo, sepse edhe kur ne jemi takuar përpara se të regjistronim podcastin, kemi folur diçka për këtë. Duket në fakt sikur ti e ke mision në vetvete këtë pjesën e argëtimit të njerëzve, të themi në thonjza, sepse në fakt kjo prek shumë njerëz. Tani për të qenë realist, rrjetet sociale janë një fenomen shumë i përhapur dhe të gjithë i ndjekin. Të gjitha grup moshat. Kështu që kjo prek shumë njerëz. Dhe shumë e bukur në fakt kur ti ke mision në vetvete që ti të kesh një faqe e cila i argëton njerëzit, ju jep receta gatimi. Domethënë ata, si do thua, zgjohen me një energji pozitive nga videot që ju bëni. Dhe kjo është shumë e bukur në fakt. Po besoj që dhe ju një feedback e keni marrë, sepse siç e the edhe njerëzit ju shkruajnë edhe ju komplimentojnë për videot tuaja. Piles nuk e di, në storyt e fundit që kam parë, ti kishe propozuar që le të shfaqesh. Jo, do ishte shumë mirë në fakt nëse do shfaqesh. Joy, ti në fakt je nga Korça, por ke jetuar për një kohë të gjatë në Sarandë dhe më pas u riktheve në Korçë. Vendimin për të rikthyer në Korçë, të themi, pse të drejsh Korça? Pse zgjodhe Korçën? Për çdo gjë. Përveç faktit që tamam, është vendlindja ime, është familja ime këtu. Gjatë gjithë kohës që unë kam qenë jashtë Korçë, përveç se në Sarandë, edhe në vende të tjera, se pjesën më të madhe të jetës e kam jetuar jashtë Korçës. Kishte momente, ndoshta jam un person nostalgjik, emotiv, nuk e di, por kishte momente që një aromë, një muzikë, një ditë me shije ftohtë, thjesht më çonte pas në kohë, në fëmijërinë time. Edhe kur rrethana ndryshuan, sepse jo çdo gjë e kemi në dorë, ndonjëherë rrethana ndryshojnë, ka të papritura, më duk si ajo streja, në një ditë fort me shi, që do të gjesh një strej që ti të ndjesh e sigurt, Korça më duk tamam si një stre.
Shumë e bukur në fakt, dhe dashuria që ti ke për Korçën, qoftë në mënyrën se si ti flet për Korçën. Domethënë për rrugicat, për gatimet, për këto aroma tradicionale, tipike korçare të themi. Këto janë gjëra në fakt që lidhen shumë me anën emocionale, të dikujt që realisht e ka në genë dhe e do qytetin e vet. Cila ka qenë sfida më e madhe në këtë rrugëtimin tuaj? Sfida. Një sfida është që si nënë vetme normalisht të rritesh një fëmijë me të dy prindrit tashmë është e vështirë, sidomos në kohën që jetojmë me teknologjinë, me internetin, me çdo gjë që ka ndryshuar krahasuar me brezin tonë, mendoj. Aq më tepër 2 fishohet ose 10 fishohet si një prind i vetëm. Megjithatë, gjatë gjithë kohës përpiqem që të kem një balans. Balans ku fokusi kryesor të jetë Mansi. Ndonjëherë si prindër, sidomos në rrethana të tilla, mund të dalim nga fokusi dhe nga frika për të ardhmen, fokusohemi më tepër tek puna, gjërat që nevojiten materialisht fëmijës ose fizikisht. Por personalisht mendoj se ai që fëmia ka më shumë nevojë është për kohën e prindit, cili do qoftë. Kështu që përpiqem që kjo mos i mungoj kurrë. Dhe është shumë e bukur në fakt. Unë mendoj që Mansi është shumë e fat që ka një nën si ty, që e kaq e preokupuar, edhe që ja bën kaq të bukur ditën, duke qenë edhe kreative, sepse e di që kjo është shumë impenjative dhe është shumë e rëndësishme ajo që ti the, sepse në fakt ndonjëherë mundohemi që të punojmë sa më shumë për të siguruar të mirat materiale, ndërkohë që koha që ju vëmë në dispozicion fëmijëve ose ju kushtojnë fëmijëve është shumë pak. Kështu që kjo është një gjë shumë e bukur, sepse juve kaloni edhe kohë bashkë, edhe kohë të shëndetshme në fakt. Tani, lidhja juaj duket sikur jeni dy shoqe, pra keni ndërtuar një marrëdhënie shumë të bukur në nebi, të themi. Edhe këtë e vëmë re edhe në reelsat që ju bëni. Për shembull, porosit që ti jep nga telefoni që mua më ftesin si qeshuri me atë të folurën tënde korçarçe, të tipit kur Mansi është duke fjetur në ditët e pushimit, edhe ti I thua na gatuaj ndonjë gjë, aman të lutem ma bëj atë. Është vërtet shumë e këndshme. Pasioni për gatimin. Tani do fokusohem pak tek Mansi. Më thuaj pak Mansi, cila është receta që ty të pëlqen më shumë? Ose më saktë, si të ka filluar ty pasioni për gatimin? Që në çmosh, cili ka qenë gatimi I parë që ti ke bërë, edhe si e vazhdove pastaj këtë të gatimit? Pasioni im për gatimin ka filluar që kur isha 6 vjeç ose edhe më e vogël. Isha shumë I lidhur me mamin edhe kur mami gatuante, gjithë kohës isha pas mamit. Shikoja si gatuante çdo gjë edhe e ndihmoja me diçka që mund të bëja. Edhe më mësonte të bëja diçka të vogël edhe eksperimentoja sa joja diçka edhe gatuar. Cili ka qenë gatimi I parë që ke bërë ti vetë fare? Vetë fare kam bërë byrek me shepe me domate. Ashtu do më të një hap vetë petët? Po. Tani po më bën të ndjen keq. Edhe unë bëj, po. A ka ndonjë pjatë korçare që ju të dyja e gatuani me shumë emocion? Lakrorin. Lakrorin. Me 2 petë? Zakonisht me çfarë, me kungull blenda apo? Po, me kungull, me qepe me domate. Vaj. Merr iniciativën ti bësh vetë apo janë porositë e mamit? Do të thënë ti gatuan ndonjë çfarë dëshiron ti apo zakonisht ato që do mami? Gatuaj, ka raste kur mami është e zënë, është në punë ose është e lodhur edhe gatuaj unë në shtëpi. Tani zakonisht jep ajo porositë nga telefoni, siç ndodh në video apo ndonjëherë I bën vetë ti kështu me qefin tënd? Po, të miksuara. Të miksuara. Arsyeja pse mesazhet janë gjithmonë me telefon, kjo është reale në fakt, sepse për shkak se unë punoj nga shtëpia dhe gjithmonë ka qenë kështu. Mansi është nga dhoma tjetër. Edhe ka nisur që mesazh, Mansi hiqi pak fasulet nga zjarri, ose Mansi shikoi hidi pak krip, dhe Mansi që dërgonte foto, kaq krip, kaq apo kaq, se që vogël. Dhe kjo është pjesë reale e jetës sonë, edhe pse është pak egzageruar në video, por është reale. Është pjesë reale. Në fakt, kjo është edhe njëra nga arsyet pse më pëlqejnë videot tuaja, sepse duken që janë shumë spontane, shumë të natyrshme. Në fakt janë jeta reale e dy vajzave korçare, të cilat shkëmbejnë eksperiencën me njëra tjetrën dhe japin porosi me njëra tjetrën. Tani të kalojmë tek pjesa e videove, sepse në fakt unë duke qenë një njeri që merret me rrjetet sociale, e di se sa impenjative është kjo pjesa e të bërit të një videoje. Dhe normalisht do një angazhim shumë të madh nga ana juaj. Sa kohë ju merr mesatarisht themi një video që nga pjesa e idesë, xhirimit, pjesa e realizimit të çfarëdo që do jemi duke gatuar mund të marrë disa orë, se normalisht do përgatitet, do piqe, do zihet, nuk e di bëhet se çfarë gatuajmë. Idet thjesht janë ato që ne bëjmë. Çfarë do gatuajmë nëse për drekë bëjmë video se bëjmë video, nuk është se sforcojmë, është diçka që vjen natyrshëm. Edhe pjesa më e bukur pastaj e montimit e këtyre videove janë ato prapa skenat, ku ka shumë të qeshura, shumë të forta, një kapicmen për të larë, por që nuk e vet njëri mendje sepse në fundit sa më pëlqen kjo. Një kapicmen për të larë.
Do të thënë keni dhe situata qesharake të themi prapa kamerave. Tjetër, Tani kohët e fundit kam parë që keni hedhur në story, keni publikuar, sepse ato janë shumë të bukura, janë shumë spontane, pjesa e regjistrimit mbrapa kamerave, se normalisht para kamerave çdo gjë është perfekte në dukje, të themi. Kush është më kërkuese për detajet e videove? Gjoja apo Mansi? Mendoj se unë. Mansi thjesht jep më të mirën, pastaj kur i them të pëlqen kështu, po të pëlqen ty, mua më pëlqen. Nuk është se kam gul shumë. Të shkëputemi pak nga gatimet. Një element tjetër që unë kam vënë tek videot është kinezishtja. Kinezçja. Kinezishtja. Jo, ma më pëlqen si e thoni ju në fakt, kinezisht. Dhe të them të drejtën, shumica e fëmijëve sot, për që realist, mësojnë të gjuhët tradicionale, më të folura, të themi anglishten, frëngjishten, italishten deri diku, po këtë kinezishten realisht nuk e di, domethënë nëse ka fëmijë që e mësojnë. Edhe këtë e zbulova tek video tuaja, edhe më pëlqen. Nuk kam tentuar të mësoj, po e dëgjoj. Si ka filluar ky pasioni ose ideja për të mësuar kinezishten? Si fillim kam filluar unë, duke qenë se punoj për një kompani kineze, më troqi pak si gjuhë dhe mësoja tek tuk në një fjalë. Pastaj me anë të një mike mësova se në Tiranë është Instituti Konfuci, që jepte mësime online atë kohë, për një vlerë shumë të vogël, kështu që tash po e provoj një herë. E provova dhe më pëlqeu jashtëmase shumë. Gjatë kohës që unë isha duke bërë kursin, profesori kërkoi që thjesht e përshëndeti Mansin dhe Mansi ja ktheu kinezisht një shprehje shumë të thjeshtë. Ati bëri shumë përshtypje, tha po fut edhe një vajzën. Masi u fut edhe ishte një nga nxehtësit më të mirë, duan ka marrë nivelin e parë dhe të dytë me provim dhe ka dalë me pikë maksimale. Bravo. Komplimenta edhe për këtë në fakt. Mansi është edhe një nxënës e shkëlqyer, meqense ne kemi folur edhe në lidhje me këtë dhe në fakt është diçka për të vlerësuar dhe për të komplimentuar, së pari për atë që është kaq e impenjuar, por sigurisht edhe për ty për vëmendjen që ti kushton. Edhe njëkohësisht edhe për kinezishten, është realisht një gjë shumë e veçantë, shumë e rrallë tek fëmijët sot, dhe mua më pëlqen që ka fëmijë të cilët edhe në mënyrë të pavarur, ashtu vetë, mësojnë diçka të re. Megjithëse ju edhe keni jetuar në Kinë për një periudhë kohe apo jo? Jo. Tani, unë di dhe njoh shumë njerëz, të paktën në këtë eksplorimin që kam bërë unë gjatë kohës që po mendoja se cili do të ishte personazhi i radhës i ftuar në podcast, kam pasur shumë njerëz me të cilët e kam diskutuar dhe më kanë thënë që ua sa na pëlqejnë ato të dyja. Edhe fillojmë ditën me shumë energji pozitive, se kur hapim Instagramin dhe shikojmë që kanë nxjerrë dhe kanë postuar një video të re, realisht themi çfarë do kenë sot. E para ku do ta realizojnë. E dyta se çfarë do gatuajnë. Edhe e treta si do ta përcjellin. Dhe e folura për çfarë që në fakt është një element shumë i veçantë që jep shumë lezet. Tani, nuk e di, keni ndonjë mesazh që ju e përcjellni nëpërmjet videove tuaja ose ndonjë mision apo ndonjë qëllim që ka në vetvete përveç kësaj pjesës, domethënë të bukur të Korçës, të elementeve kulturor, karakteristik, tradicional të Korçës, qoftë edhe në gatimet. Çfarë ka një mision tjetër? Mendoj të gjitha këto që sapo përmende vlejnë, por mendoj se çfarëdo që nuk e di unë ose ti ke ngrënë dia, sado e mirë të ke qenë ti e ke harruar atë që ke ngrënë. Por ndoshta nuk e harruar momentet që ti ke kaluar me atë person, qoftë një mik, qoftë një familjar, qoftë kushdo. Dhe për mua çdo gatim që bëj me Mansin, qoftë në video, qoftë prapa videove ose pa xhirime, jep momente kujtimesh që ne ndërtojmë bashkë, sepse koha ikën shumë shpejt. Edhe Mansi nuk do të gjithmonë këtu ku është sot. Për mua ato kujtime që ne krijojmë së bashku janë thesare. Është e vërtetë në fakt, sepse ato fotot që ti ke publikuar dhe videot kur Mansi ka qenë e vogël, mënyra se si ka filluar që të etapat e para të saj në video, gatimet e para të saj, në fakt janë kujtime shumë të bukura dhe besoj që njerëzit sot bëjnë foto dhe video për të pasur kujtime të bukura. Pavarësisht se ndonjëherë mendohet që njerëzit postojnë për të shpërfaqur veten, unë mendoj që njerëzit edhin copza nga jeta e tyre për të pasur kujtime. Edhe kjo është gjë shumë e bukur dhe shumë njerëzore. Po ka ditë për shembull që sikur nuk keni interesi për të bërë video, nuk keni shumë dëshirë për të bërë video. Ka pasur ditë? Ka, edhe zbejmë, kursimi është zbejmë. Keni menduar për ndonjë projekt tjetër, për shembull ndonjë libër gatimi, ndonjë emision, ndonjë rubrik tjetër? Që kur Mansi ishte e vogël të filluam me këto, nga që Mansi ka qenë fëmijë gjithmonë aktiv, nuk mund ta leje thjesht me televizor ose me telefon edhe ri këtu sa të bërej këtë punë, do ishte gjithmonë nga mbrapa meje. Edhe ati ulur në banak, ndërkohë që unë laja ose do më dhënë diçka, atëherë kam menduar se do kisha shumë qejf një libër me ilustrime
të momenteve dhe receta të thjeshta, se nuk mendoj se ato që ne gatuajmë nuk din se si t'i bëjnë të tjerët. Jo tamam një libër gatimi, po një libër me ilustrime dhe receta në mënyrë që më shumë përcjellin momente se sa receta. Dhe që thjesht një ide. Shumë e bukur në fakt. Mansi, ti ke vështirësi me këtë pjesën e shkollës, do më thënë arrin ta balancoj shkollën, për t'ju përkushtuar sa duhet shkollës, kinezishte se dhe gatimit me videot? Po, shkollën, sa vi nga shkolla, qetësojmë pak, pastaj merrem me detyrat, me mësimet. Edhe ne videot nuk i bëjmë ditë për ditë, kështu që kur i bëjmë, do mësoj një, do bëj detyrat dhe pastaj janë video. Edhe kinezisht ne bëjmë në momente të lira me mamin, ne mësojmë, kam librat edhe shikoj edhe filma kinez. Shumë mirë. Po përveç, do të thënë, okay, të gjitha këto i kuptuan pjesa e videove, gatimit e tjerë, ndonjë pasion tjetër që ti ke? Të thënë të drejtën, vetëm gatimin edhe gjuhët e huaja i kam pasion. Pastaj për të tjerat. Sa mirë të ka përgatitur mami tipike si ato gratë koçare, që thonë që mëso se do veshte buri. Edhe unë në fakt nuk e flas koçarshin si çepleti, më pëlqen shumë. Gjoj, kjo pjesa e punës online. Në fakt, mua gjithmonë më ka intriguar dhe besoj që njerëzit që bëjnë punë online janë fatlum, sepse punojnë nga shtëpia dhe ka mundësi që të shijojnë familjen, të shijojnë shtëpinë, edhe të punojnë njëkohësisht. Edhe më duket shumë komode, po në fakt në të vërtetë është e vështirë apo është komode kështu siç duket? Nuk do të tregoj mos minjos ose pak kënaqur nga jeta edhe të flas për anët negative. Por si çdo punë edhe ka aspektet e saj negative. Për shembull, në një ditë si kjo me shi, ti kënaqesh aty bën një qyp me çaj, punon, je ngrohtë. Njëkohësisht edhe është diçka duke u gatuar ndërkohë që ti po punon, patjetër. Nga ana tjetër është shumë antisociale. Je mes 4 mureve mbaron punën, pastaj ke punë të tjera në shtëpi, pastaj do bësh diçka prap je rrethuar nga ato 4 mure dhe ndonjëherë mund të jetë shumë jo motivuese. Por që tash, bëjmë këto anët e mira. Por në fakt ka të ardhurat të mira? Po. Po ti për shembull ke pasur ndonjë hobi, ndonjë pasion të ëndin që ndoshta e ke lënë diku të fshehur edhe koha ose rrethanat të kanë penguar që ti ta zhvillosh atë? Mos më thua jo tani se unë e di që po. Unë si person jam shumë pro gjërave, më pëlqen shumë të provoj gjëra të ndryshme. Pikturën gjithmonë e kam pas dhe e kam pasion. Më pëlqen shumë të krijoj, më pëlqen të shkruaj, por janë të gjitha gjëra të mia personale, nuk është se diçka që dua të bëj diçka për ta ndarë. Janë të mia. Është momenti e bëj dhe kaq. Po gazetarin për shembull? Gazetaria është ëndër fëmijërie. Pastaj u rita edhe kuptova që realiteti nuk ishte ashtu siç e shikoja unë për filma. Ato gazetare që unë kisha qef, që vraponin këtej, vraponin ande, me flokët e shkurtra, gjithë pasion. Realiteti me ato që unë u rita në për filmat ose libra që lexoja ishte ndryshe dhe thjesht pas edhe ndryshimi rrethanave normalisht. Si do duket ky realiteti? Ku ne jetojmë, me të gjitha provat që ti ke kaluar në jetë, ashtu sikur çdo kusht tjetër në fakt, sepse jeta nuk është e lehtë për askënd. Ndonjëherë ndoshta edhe mbrapa maskave të njerëzve të cilët janë gjithmonë të buzëqeshur, ka gjithmonë dhimbje, vuajtje, të cilët ata ndoshta nuk i reflektojnë tek të tjerët, po sigurisht unë besoj që nuk ka njerëz pa plagë, pa një gërdishtje, pa një ndjesi personale e cila i ka lënë gjurmë atyre. Si duket realiteti sot? Çfarë do doje të ndryshoje ti nga realiteti sot? Dhe këtë e thëmë do me thëmë nga këndvështrimi një nëne, e cila në këto kushte që ndodhet punon dhe rrit vajzën e saj. Realiteti është për ta ardhur keq. Më duket sikur njerëzit janë shumë kundër njerëzve, me pak fjalë. Nga ana tjetër, personalisht jam mësuar të fokusohem te ajo që kam, të gëzoj çdo ditë gjatë që kam, edhe pse mund të jenë shumë minimale, por aman janë të mia. Siç është jeta, siç është vajza, siç është nevojat bazike. Një udhëtim, një gjatë të vogla që nuk është nevoja shumë për të dukur, një kuzhinë e vogël, minimaliste, modeste aty, por që ofron shumë momente. Edhe mendoj nëse si njerëz fokusojmë më shumë tek këto që kemi, jo te ato që dorim të kishim, edhe të fokusojmë më shumë tek njerëzit, sesa te gjërat, do ndryshonte shumë. Por që jo të gjithë kanë këto. Cilat janë 2 këshillat
më të rëndësishme që ti i thua çdo ditë Mansit? Domethënë 2 gjërat në të cilat ai duhet të ketë realisht kujdes ose ti ketë gjithmonë në mendje. Një gjë që dëgjoj shpesh, si te moshatarët e Mansit, por edhe personat më të rritur, ase kështu e bëjnë të tërë ose se kështu tonë të tërë. Nuk dua që Mansi ti ki pas turnës. Nuk dua ta bëj diçka apo ta mendoj diçka thjesht sepse shumica mendon kështu. Dua që Mansi një të ketë parimet e saj në jetë, që çfarëdo lloj vendimi të marrë, në çfarëdo gjë që do bëj, të jetë e vendosur sepse kështu beson vet. Edhe të ketë moralin. Moralin për vlerat, për njerëzit, për çdo gjë tjetër. Nëse ti e bën diçka thjesht sepse të tjerët e bëjnë, mendoj se është kompromis me veten tënde. Nuk do të ndjesh gëzim, nuk do ndjesh se ke arritur diçka. Dhe nuk po flas për arritje materiale apo akademike apo jo. Thjesht ti person unik. Joja të jetë jo, poja të jetë jo është një gjë që unë jatem gjithmonë Mansit. Te jo është jo, the po është po, qëndroj i fjalës. Jo luhatur, jo. Shumë e bukur. Ndërkohë që ti Mansi beson të babagjyshe, me qenë se jemi edhe në prag të festave? Ja. Cila është dhurata më e bukur që ti mendon që ke pasur në jetë, edhe cila është dhurata që ti doje të kishe në jetë? Do të cila është ëndra jote më e madhe dhe një dhuratë të cilën ti e ke kërkuar po e ke. Do të thua gjithmonë faleminderit Zot sepse këtë e kam. Një gjë që falenderoj Zotin çdo ditë është që kam jetën, edhe që kam mamin. Edhe për momentin nuk kam menduar për diçka që dua ta kem ose një ndërtimin, pasi jam i njohur për ato që kam edhe. Bravo. Një element tjetër i cili më ka pëlqyer tek ju është fakti që jeni shumë kafshëdashëse. Ashtu siç jam edhe unë, siç njoh edhe shumë njerëz të tjerë, po për fat të keq në fakt në këtë botën e madhe janë edhe të pakët në numër. Mua më pëlqen shumë mënyra se si ju kujdeseni edhe për kafshët e rrugës, edhe për ato kafshët që mbani në shtëpi. Di për shembull që keni marrë shumë mace nga rruga dhe i mbani në shtëpinë tuaj, i rritni, pastaj i adoptoni apo i mbani, se kështu i bie ta mbushin shtëpi. Përpiqemi her pas herë gjejmë shtëpi. Kurse gjejmë derisa gjejmë, është gjithmonë një tretë që mbahet, ëh. Domethënë dy tretë tuaj. Është gjithmonë një tretë që vjen pas. Për momentin kemi radicën. Në fakt, edhe emrat që vendosni janë shumë, edhe Korçaj, po nuk e di, shumë fani, shumë humoristik. Më pëlqen shumë kjo në fakt, unë besoj që njerëzit nëse kanë dashurinë për kafshët janë edhe më të butë, edhe më emocional, janë edhe më dashamirës. Nuk dua të paragjykoj askënd që i ka fobi kafshët, sepse vetë e mirë kuptoj deri diku. Por që nuk e di pse ata më duken më të butë, edhe më emocional, njerëzit që i duan kafshët. Gjoj, cili është mesazhi që do t'ju jepje ti nënave të cilat njësoj si ti i rrisin fëmijët vetëm, por edhe ata fëmijë të cilët rriten nga nënat? Mendoj se jam askush për të dhënë mesazhe, se thjesht jam dikush që po jeton rrethanat që i kanë ardhur për pjesë. Megjithatë mendoj se ndonjëherë si prindër, siç thashëm përpara, fokusohemi te disa gjëra që nuk janë aq të rëndësishme. Edhe sidomos kur bëhet fjala për adoleshent, ndonjëherë prindit përpiqen me çdo lloj mënyre, edhe nuk kalohet ajo faza e adoleshencës, duket shumë e frikshme. Por mendoj, sidomos për adoleshentët, 2 elementë kryesorë janë komunikimi i hapur, edhe nëse është diçka që ti si prind nuk je dakord, është më mirë ta dëgjosh të shprehet fëmia se sa të jetë i mbyllur apo të shprehet me dikë tjetër. Komunikimi i hapur edhe ta dëgjosh, të dëgjojmë, jo thjesht të dëgjojmë, po të dëgjojmë për të kuptuar, jo thjesht për të dëgjuar për tani, jo, kjo e bëre kështu, ishte kjo, ishte ajo. Ti je një nënë e rept zakonisht apo? Nuk jam e rept. Mendoj unë, nuk e di. Nuk jam e rept. Posi. Jam shumë e hapur me Mansi dhe Mansi është shumë e hapur me mua, por aman ato që janë jo, Mansi e di që nuk kam kthim. Nuk kam kthim. Aman nga ana tjetër edhe shpjegoj se pse është jo, kështu se kështu të mund e pik. Patjetër. Kjo është jo për këtë arsye. Kjo nuk bëhet për këtë arsye. Jo thjesht sepse unë kam autoritetin si nën mbi ty edhe vendos unë, jo në këtë mënyrë. Unë falenderoj shumë për kohën tuaj. Ishte shumë produktive, shumë e bukur, shumë e ngrohtë dhe shumë e sinqertë kjo biseda jonë. Në fund të të gjithave, pavarësisht se unë di qëllimin e faqes tuaj, çdo gjë ka filluar amatore, ka filluar për qef, po besoj që prapë edhe një mision dhe një qëllim në fund e ka. Gjithsesi, për hir të së vërtetës, duke qenë se është në rrjetet sociale dhe unë e di që ka shumë biznese të cilat interesojnë që t'ju kenë bashkëpunues, duke qenë se ju keni edhe një numër të konsideruar ndjekësish në faqen tuaj, ka pasur kërkesa nga bizneset për bashkëpunim? Me këto idetë tuaja për video fani, korçare? Ka pas, sidomos javët e fundit, ka pas plot. Për mua ishte diçka e re se nuk ishte ky synimi, edhe ndjem shumë e papërgatitur, shumë fëmijë në këtë aspekt, për të ditur se si ta menaxhoj, po mendoj se me kalimin e kohës do ta mësoj. Të perfeksionohesh patjetër.
Unë në fakt një nga arsyet e kam thënë edhe në fillim se nisa këtë podcast ka qenë për të zbuluar personazhe të ndryshëm të Korçës dhe jo vetëm. Për të thënë gjërat siç janë, ashtu reale, të sinqerta, të bukura nga përditshmëria, edhe jam shumë e kënaqur që ju kisha juve sot, për këtë arsye ju përzgjodha, por e bukura e këtij podcasti është dhe fakti që më ka bërë të njoh shumë njerëz. Edhe kjo është një kënaqësi shumë e madhe përveç misionit që ka podcasti, të njoh njerëz të rinj. Edhe njerëz të bukur, njerëz të çiltër, të cilët i thonë të vërtetat pastër. Faqja juaj është shumë e bukur, do unë shpresoj që të vazhdoj me të njëjtën grind, me të njëjtën dashuri dhe me të njëjtën pasion, të na jepni emocione të bukura nëpërmjet videove tuaja. Mansi t'ju uroj shumë sukses. Shpresoj që pas kësaj të më jap ca receta gatimi, jo byrek, të lutem. Por çdo gjë tjetër që nuk ka lidhje me byrekun, ndërkohë që edhe të Xhoit të uroj gjithë të mirat, të kesh shumë suksese në jetën tënde, edhe të jeni gjithmonë të shëndetshme edhe të lidhura me njëra tjetrën. Të falenderoj. Faleminderit. Faleminderit shumë të gjithëve. 1, 2